përsërisht deri më sot flitet, po gjë konkrete nuk kemi. Se dhe para 3 vitesh u fol për amnisti kapitali, mbani mend. Qartë, edhe nuk u bë. Edhe atëherë edhe ne kemi qenë pra në parim, hajde ulemi diskutojmë, por ato kritere që ishin vendosur atëherë ishin totalisht papranueshme, sepse ishte hapje portës të madhe për pastrimin e parave nga segmente të ndryshme. Zoti Liti, a ka ndonjë element ky buxhet që do ta vlerësoni si pozitiv? Elementi që do vlerësohej si pozitiv në këtë projekt buxhet, shiko, për sa i përket të ardhurave ose për këtë shpenzimeve? Në tërësi. Në tërësinë e saj, elementi që do të vlerësohej në këtë projekt buxhet është që mund të vi për arsye nga më të ndryshme. Po të paktën nga aspekti formal që edhe shikohet, është ajo loja që bëhet, që vendosë një kufi tashmë imagjinar, le them që po respektohet i deficitit buxhetar, që lëvizimon të 2 deri në 3% për pra konsolidimi fiskal për të mbrojtur nga goditjet. Nuk e quaj deri diku konsolidimi fiskal të pjesë, sepse konsolidimi fiskal do shohë kur të gjithë indikatorët, të këtu do dalë, të gjithë indikatorët do të ishin jo variabël gjatë këtyre viteve. Për sa i përket uljes së borxhit për shembull, çfarë do ndodhte nëse borxhi sot, nëse euro sot do të ishte 140 sa ishte 70 vite para? A do ishte automatikisht borxhi 18% miliard? Po. Dhe sot nga 53% borxh që kemi në zyrtarisht 54%. Pritet se jemi në muajin nëntor-dhjetor, do të mbyllet zyrtarisht viti dhe mendoj edhe 53%. Nëse euro do rikthehej siç ishte, se gjysma e stokut borxhit pra afërsisht po themi gjysma 45% është në monedhë thuaj, do kishte rritur për 17-18% drejt borxhit publik. Nëse konsolidimi e quajmë përmirësimin e shifrave, të ardhura nga zhvlerësimi i monedhës ndërkombëtare euros dhe fuqizimi i pashpjegueshëm realisht i monedhës kombëtare, këtu që nuk e quaj konsolidim, e quaj fat. Sepse po të ndodhi e kundërta, nesër po të ndodhi sigurisht po nesër, ditë e nesërme, që flasim, ditë e hënë, të javës që vjen. Vjen në euro dhe thotë, kthehemi në buxhet dhe shohim euron 140. A do ishte automatikisht borxhi 70-73%? Po do të ishte. Atëherë, kush është element pozitiv se nuk kemi më shumë kohë? Pra elementi pozitiv përsëris edhe një herë është fakti që përruhet te pjesa deficit norma deficitit, përruhet një kufi le themi tek 2.5% maksimumi 3% çdo vit, e cila është më ulur se sa rritja nominale ekonomike. Dhe kjo ka dhënë kontribut të lehtë në uljen e stokut borxhit publik, por në anën tjetër, vlen për të konsideruar fakti që financat publike, nëse do i quajmë të konsoliduara, duhet përfshijnë ato që quhen detyrimet që shteti merr në emër të shqiptarëve. Dhe detyrimet që shteti merr në emër të shqiptarëve nuk është thjesht borxhi publik, por është edhe borxhet e tjera, siç janë kontratat koncesionare, siç janë detyrimet prapambetura gjithë më radh, të cilat në realitet duhen konsoliduar brenda buxhetit, pasi është një detyrim që do të paguajnë qytetarët nëpërmjet instrumenteve buxhetare. Ky është një element i cili do ta shikoja. Problematika e cila është që ezaurimi i deficitit mund ndodh vetëm muajin dhjetor, e cili tregon një papjekuri totale për sa i përket menaxhimit financave publike, pasi nuk mund të kesh 11 muaj të parë vitit me suficit, pra para që i ke marrë nga qytetarët për nuk i kthyer mbrapsh, se buxheti është merr para për t'i kthyer mbrapsh. Dhe vetëm muajin dhjetor, pastaj me një nxitim të 2-3 javëve të fundit, siç ndodh gjithmonë, gjatë 70 viteve të fundit, sidomos edhe pranuar tashmë edhe nga ministri i financave, ndodh ekzekutimi i buxhetit, ku 1/4 e buxhetit vjetor ezaurohet brenda 3 javëve. Kjo tregon një deri diku sëmundje e cila mund të cënojë nesër rënd menaxhimin financiar të obligës së Shqipërisë, pasi imagjinoni çfarë do ndodhte nëse ato 3 javë nuk do iknin siç duhet. Siç konstaton dhe KLSH-ja, ato janë 3 javë problematike të menaxhimit financiar të buxhetit të shtetit. Dorian Liti, faleminderit për këtë. Faleminderit ju, kënaqësi. Të dashur miq, ky është A2 Business, bashkë do të shihemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim.